Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formulë, shkak është një angazhim personal. Java fillon me fëmijën. Kjo kartë sjell energjinë e fillimit të ri, kurreshtjes dhe diçkaje që sapo po lind. Ju mund të ndjeni dëshirën për të provuar diçka të re, për të hapur një rrugë të re ose për t'ju qasur një situate me mendje më të lirë dhe më të hapur. Ka një ndjesi freskie, por edhe një ndjesi që situata është ende e brisht dhe në fazën e parë të zhvillimit. Për disa mund të bëhet fjalë për një shtatzani, për disa të tjerë mund të bëhet fjalë për një fëmijë. Megjithatë, menjëherë pas kësaj karte shfaqet karta e minjve. Karta e minjve tregon shqetësim, lodhje ose mendime që ju grryejnë energjinë. Një situatë që fillon me entuziazëm mund të shoqërohet edhe me dyshime ose stres. Mund të jetë një ndjenjë që diçka nuk është plotësisht e qartë ose që disa detaje po ju shqetësojnë. Por pas kësaj karte shfaqet karta e Velprës. Dhe kjo kartë simbolizon kujdes, strategji dhe nevojë për të qenë vigjilent ose vigjilente. Në këtë pikë të javës, ju mund të kuptoni se duhet të shikoni një situatë më me shumë realizëm. Pra mund të ketë një person që vepron me interes personal ose një rrethan që kërkon që ju të jeni më të kujdesshëm në vendimet tuaja. Velpra nuk është me patjetër mashtrim, por është një paralajmërim për të mos vepruar në mënyrë naive. Më pas shfaqet kalorësi. Kalorësi tregon një energji që fillon të lëviz. Kalorësi është kartë e lajmit, kartë e informacionit dhe zhvillimeve të shpejta. Kjo tregon se situata nuk mbetet e paqartë për shumë kohë, pra mund të vijë një mesazh, një lajm ose një informacion që ndryshon mënyrën se si e shihni ju situatën. Por pas këtij momenti vjen karta e Zambakut. Dhe kjo kartë simbolizon qetësi, pjekuri dhe stabilitet emocional. Kjo tregon se pas lëvizjes dhe informacionit që vjen, situata fillon të qetësohet. Mund të ndjeni një ndjenjë më të thellë ekuilibri ose të kuptoni më mirë qëllimin e asaj që po ndodh. Më pas kemi kartën e tërfilit. Dhe kjo kartë simbolizon fat të vogël, pra mundësi të papritur ose një moment pozitiv që sjell lehtësim. Kjo kartë sugjeron se pas tensionit fillestar dhe pas kujdesit që duhet të tregoni, situata mund të sjellë një mundësi të vogël por të dobishme dhe është një energji që sjell një ndjenjë shprehëse ose një moment të mirë që vjen në mënyrë të papritur. Në fund kemi kullën. Kulla, e cila simbolizon distancë, reflektim dhe nevojë për të parë situatën nga një perspektivë më e lartë. Personalisht mua, kulla më simbolizon gjithmonë diçka nga e kaluara, pra kur bëj leximet personale për veten time. Por kjo kartë tregon gjithashtu se java mund të përfundoj me një moment ku ju tërhiqeni pak nga situata për ta parë më qartë panoramën e javës. Pra, kjo nuk është me patjetër një izolim negativ, por shpesh është një moment ku ju vendosni kufi ose kuptoni më mirë pozicionin tuaj. Me gjithë kartat që janë përhapur, këtu lidhet shumë bukur edhe karta e Prism Oracle që është Magic.
Kjo kartë sugjeron se gjatë javës ju mund të keni një element të papritur ose një zhvillim që duket sikur ndryshon energjinë e situatës. Pra magjia në këtë kontekst nuk është diçka misterioze në kuptimin literal, por një mënyrë për të treguar se ndonjëherë gjërat marrin një kthes që ju nuk e kishit parashikuar. Pra, si rrjedh historia e javës? Historia që tregojnë kartat është kjo. Ju filloni javën me një ide ose një fillim të ri që ju ngjall kurreshtje dhe interes. Megjithatë, shumë shpejt mund të lindin disa shqetësime ose dyshime që ju bëjnë të mendoni më thellë për situatën. Në këtë moment kuptoni se duhet të jeni më të kujdesshëm dhe të vëzhgoni më me shumë vëmendje atë që ndodh rreth jush. Më pas vjen një lajm ose një informacion që sjell lëvizje dhe qartësi. Pas kësaj, situata fillon të qetësohet dhe ju arrini të shihni më qartë se ku po shkoni. Pra, një mundësi e vogël ose një moment fatlum mund të shfaqet në mënyrë të papritur dhe mund të ndryshojë atmosferën. Në fund të javës ju mund të ndjeni nevojën të distancoheni pak për të reflektuar dhe për të kuptuar më mirë drejtimin që duhet të merrni. Paçim!